Gjereth orës 17:30 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, një 77 vjeçare ka denoncuar se rreth orës 11 është mashtruar nga një person i panjohur, i cili është lajmëruar në telefon dhe rreshëm është prezantuar si inspektor, duke i thënë se vajza e saj ka shkelur një të mitur dhe që të mos shkojë në burg duhet të jap para në vlerë prej 4200 euro. Ajo i ka dhënë parat pasi që paraprakisht janë dakorduar se në cilin vend t'i vendos parat dhe më pas ajo ka kuptuar se vajza e saj nuk ka pasur aksident dhe se e tërë ngjarja ka qenë e sajuar. Merren masa në zbardhjen e rastit. Gjen ora 12:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 61 vjeçar nga Kosova ka denoncuar se në muajin shkurt është mashtruar nga dy persona, pronar të një kompanie. Sipas denoncimit, dy persona është dashur që të bëjnë transport të mallrit, por nuk e kanë bërë dhe e kanë mashtruar për 3800 euro. Janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në rrugën 18 nëntori në Gostivar, pjesëtarët e policisë kanë arrestuar 30 vjeçarin me iniciale AI nga Gostivari për shkak të mos respektimit të urdhrave të pjesëtarëve të policisë sipas Nenit 14 nga ligji për kundërvajtje kundër prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Mbrëm pas mesnate në rrugën Vllezri Gjinovski në një objekt hotelerik në Gostivar, pjesëtarët e policisë kanë arrestuar 20 vjeçarin me iniciale JM nga Gostivari për shkak se kanë nënçmuar pjesëtarët e policisë. Pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Gjen orën 14 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 49 vjeçari me iniciale NS nga Xhepçishti ka denoncuar se tek tregu afër teleferikut një person e ka goditur me veturë dhe më pas fizikisht e ka sulmuar. Janë marrë masa për zbardhjen e rastit.